Okej, e respektoj ty. Pyetja është këtu. Tash duhet të kthehem ty sepse të respektoj Hygjerta! Si e ka thënë, prit. Ja. Jes mucho më i Sa e ka thënë. Për zotin. Ishte një moment i bukur që sa po ndodhi të dashur teleshikues. Urdhëron Ailir. Kam turp me ashpër. Po kam turp. Ku që i tëri ti? Edhe sytë edhe fytyra. Po kam turp me ashpër. Lërë se po luan rolin, se e disë shumë mirë se për çfarë e ka thënë. Aha. Ure kja përgjigjeme, kam Çfarë turp me mendon ashpër në Hygjerta, sy. pse e ka thënë ai kështu? Unë mendoj që ka thënë për shembull në kuptimin e femrës së pjekur, ndoshta që e mban Jo, më veten, pëlqen edhe pse Hygjerta. në një si? Më pëlqen Hygjerta. Më shumë detaje nuk flas. Më pëlqen, mund ta pëlqen pëlqesh në Hygjerta karakter, mund ta në tipin pëlqesh në mashkull pamje, femër. mund ta okay, nëse ka shprehur kështu pastaj. Po Hygjerta dashur. skuq më vëlla. Ade, jo, du të shprehem, për nuk e Dhe di sa po nisi të dridhet se po ja ata dalloj moj- gjuhën e Ja trupit. po dridhem dhe unë tani se s'po di çfarë të bëj. Nuk e di tash ata mua betin, por nga respekti që kam për ty, a kupton, nga respekti që kam për ty, sepse funit, a din, thjesht kam zërë me thash për në sy. Ishte, te podcasti, Ma sqarojnë çik këta. tash e kam seriozisht, te podcasti ishte Alba, ajo që po nxjerrte alaudime, në lirë tha këto ditë të funit tha të kam pa pak që më të buzëqeshën, më kështu. Edhe unë kam vërë i tha diqa. Okej, çka ke vërë Alba? Kam vërë i tha që ti ja fush me Hygjertën. Okej, thash, edhe kam vërë i tha që ti ke një pëlqim ndaj Hygjertës. Paske që mendimi Albës. Edhe me fjalë, çdo gjë që po thote Alba, unë po thosha unë pe figojës tame nuk kam nxjerrë gjë, kupton? Unë nuk kam nxjerrë gjë. Më pyeti që do me bë, për shembull, një bexhanove, çfarë do me bë kur fitosh, unë thash du me blej lule Hygjertës. Ua, çfarë po të blej lule thotë, shkurtës do të blej lule edhe Albës. Jo po ti pse e the? A kupton, është thjesht muhabeti i Albës. Kështu që, nëse ti ke pëlqim ndaj me, mund të ma thush. Hygjerta, sa po dëshmua që ky në mënyrë diplomatike ta aprovoj, mirë po nuk donte që ta aprovonte tamam me fakte të lutem po jap mendimin tim dhe arriti deri në pjesën që kërkon një afirmimin tënd që mos dalë keq në publik që vetëm ky po të pëlqen dhe tip nuk po ja kthen.